Jemi në sheshin e Tetovës dhe kemi dalë t'i pyesim qytetarët se sa të rëndësishme e kanë ditën e 7 marsit dhe 8 marsit, pra ditën e mësuesit dhe ditën ndërkombëtare të gruas. Dita e mësuesit ka shumë rëndësi të madhe. Domethënë, ato kanë bërë sakrificë për këto gjeneratet e reja, për fëmijët. Për herë kanë pas, domethënë, Kanë bërë sakrifica. Për herë kanë punu për fëmijët t'i edukojnë. Po mendoni, a ka shumë shitje për ditën e 7 marsit? Për ditën e 7 marsit, momentalisht nuk ka shumë. Po për 8 mars? Për 8 mars, atëherë për ditën e gruas ka më shumë. Dita e mësuesit është një fest për t'i dhuruar diçka. Po. E dita e gruas me 8 mars? Dita e gruas i dhurosh lule për 8 marsin. Është fest. Po ju e keni blerë dhurata grave të familjes? Po. Po? Po.